Stabela akoma me 6 ditorë. Ajo që ngritet më madhe si kanë qenë, si janë dhe si duhet të jenë në të ardhmen rruga. Tani, a e kuptojmë ne të gjithë të gjashtë në këtë studio që e kemi lodhur kot dhe po e lodhim kot policinë e shtetit? Pra, ne po nuk ndryshuam modalitetin të bëhemi njerëz njerë, të qytetërohemi, të kuptojmë policia është vetëm aleati jonë, jo armiku jonë. Dhe këtë mesazh unë dua ta jap me shumë zot lartë në këtë studio. Sidomos policia e qarkullimit është për të vlerësuar. Po, patjetër. Në këtë trafik të madh të rënduar që neve është i paparashikuar trafiku. Absolut. Faktikisht nëse e shikoni aty ku ka policë ka trafik. Jo, ai policë është aty se ka trafik. Po gjithmonë kur shikoj që ka trafik, policë kryqëzim. Tani ka ndodhur kështu, mua më ka ndodhur vetë. Gjithmonë kur ka trafik në kryqëzim ka i policë. Tani unë të them një gjë, në Tiranë sidomos ku ka Ja ta mbaroj Spartaku dhe me njëherë. Kalojmë nga njëra çështje në Ja, të lutem. Në policët e qytetit të Tiranës, po t'i vëshre dhe kultura e qytetarëve, jo se dua t'i akuzoj qytetarët, po në momentin që polici të vë tabelën... E trajton si leck, mo. Ndalë dhe se do kaloj makinat kur është sidomos në kryqëzime ku janë... E trajton si leck policin, mo. Qytetarët nuk e respektojnë. S'ka shans. Po e trajtojnë si leck policin, po lëre tani, mo. Ka të fortin, ka horrat, këta me xhamazin, si leck e trajtojnë. Po, kam parë raste. Kam parë dhe nga ato raste, po. Edhe rri polici, shumë i edukuar. E trajtojnë, po e trajtojnë si leck. Po, urdhëro. Po, bëj ati që the sfidën. Atëherë, publikisht, se me qënë se zotria vjen shpesher të emisioni juaj, do komunikoj me zotrin, të më përcaktoj ditën kur do, vëndin kur do, dhe do të atestojmë aty në moment trafikun me policë dhe trafikun pa policë. Ose 2 ditë tresht, 1 ditë do ndërry polici, ditën e nesër me zdo ndërry, dhe... Të të tregoj vendin, jo, publikisht për të këtë vendin këtu. Ja, tregoj vendin publikisht. Ma lërë që këtë një sekundë se dua ta them. I dashur Gerhard, shpesher i shoh me sytë e mi policët të vendosur keq në rrugë, në pika të pafavorshme për të ndikuar. Ata kanë një tik nervor, ja bëjmë vazhdimisht kështu, të shkretët. Unë, do me thënë, i kam, e them sinqerisht dhe kemi një adhurim për ata njerëz. Dhe ne kemi qënë si studio të parë që kemi kërkuar 2 fishimin, 3 fishimin e rrogës, sa atyre njerëzve. Pra për t'i vlerësuar, sepse vlerësojmë atë që bëjnë. Por më beso, Gerard, më beso, dhe nuk do ta bëj si sfidë këtë, që shpesh herë, mënyra e vendosjes së tyre në rrugë, nuk është e përshtatshme dhe nuk është logjike. Për këtë, nuk ka nevojë të sfidosh atë, se e kam parë me sytë e mi, unë jam radar për këto punë, dhe po them që nuk ekziston 1 milimetër që unë mos e vlerësoj punën e policisë. Por unë them se mund të bëhet 1 herë më tepër, dhe ti e di, dhe ja ku e ke Fationin, që ndërhyrja policore i përgjysmon aksidentet. Ky është ligjë i, do me thënë, është ligjësi e njohur. Pra ndërhyrja... Shiko. Pra, nuk mund të themi që policia s'ka përgjegjësi. Ka përgjegjësit më të mëdha. Tani se s'do dali baba im të drejtoj trafiku. Nuk do të rrim vetëm ke burimet njerëzore në policia, po jo? Po. Nuk do të rrim. Se nuk do të ndërpres, po policia ka dhe policia. Jo, s'është thelbi asaj që duhet. Burimet njerëzore i kemi të mira, po. Jo, mas do të marrëlen mbasush. Burimet njerëzore po firojnë, sa për djenin tënde, po. Edhe njerë, jo, nuk po firojnë. Po firojnë ose s'vin njeri policë. Edhe njerë. Se që na momenti që hoqët marrjen e lekëve, s'vin më njeri policë. Jo, duhet një alternativë,